Iva, të përshëndes nga këndi I gastronomisë, ku si gjithmonë më pret shef Redoni. Mirëmëngjes, shef Redoni. Mirëmëngjes, Antoneta, mirë se erdhe në kuzhinë, aty ku fillon edhe dita. Vërtet, dhe çfarë do të kemi sot për të gjithë miqtë që po na ndjekin në radio televizionin shqiptar? Ndoshta pak herët, por sot do të demonstrojmë si të përgatisim një tartar toni. Tartar toni? Si të përgatisim një krudo në shtëpi. Hera e parë që përgatisim një recetë të këtij tipi. Po, është hera e parë, por jo e fundit. Do të kemi në vijim edhe shumë gatime të tjera të demonstrojmë jo vetëm tartarin e tonit, por edhe carpaccio të ndryshme nga lloje të ndryshme, jo vetëm nga pjesa e peshkut siç jemi mësuar zakonisht, por edhe nga kafshë, ndoshta edhe nga ato të egrat ose të çfarëdo lloji. Në rregull, unë mendoj që të fillojmë direkt me prezantimin e produkteve që na duhen për këtë recetë. Patjetër, si fillim kemi tonin që është baza kryesore, një peshku mirë ose një produkt I mirë, të themi ka nevojë vetëm për vaj dhe krip. Pjesa tjetër është janë asortiment që mund t'i shtojnë shijen ose mund t'i shtojnë edhe bukurinë pjatës, por nëse kemi produktin e mirë, vetëm vaj dhe krip edhe mjafton, ose nëse do t'ishim det, vetëm ta lagnim të ai ujë detit, dhe do t'ishte më se mjaftueshme. Sot kemi një produkt mjaft mirë, kemi tonin blu nga Rozafa, kështu që themi është vërtet I freskët. Kemi kaperin, kemi pak rucola, kemi djathtin parmigiano, kam zgjedhur pak spec, mandarina, limon, pomodori, majdanoz, kemi avokadon, tabasco, vaj ulliri, kripi per edhe pak aqet. Të gjitha këto përbërësit që shote kjo pjata do përdoren shumë pak. Të gjitha janë nga shumë pak. Ajo që do përdoret në mas është vetëm pjesa e avokados, që do të bëjmë mbushjen po edhe të tartarit, po brenda në lëvoren e avokados. Në rregull, Kjo për shumë është pjesë dekorative, por që edhe avokado me yndyrën e vet, e dim që avokado është nga frutat që ka yndyrna natyrore dhe shumë të shëndetshme, kështu që përshtatet shumë mirë edhe me tonin. E vërtet, do të fillojmë nga puna. Si fillim mund doja të falenderonim në fillim të gjithë bashkëpunëtorët e kësaj rubrikës së gastronomisë, Bolt SHPK, një nga aktuesit e bareve, restoranteve, shtëpiave, zyrave dhe jo vetëm. Që ka realizuar këtë ambient kaq të bukur, estetikisht, por edhe shumë funksional këtu në rubrikën e gastronomisë. Ashtu pa harruar edhe Rozafën, një nga liderat e Shqipërisë në pjesën e peshkimit apo të produktit të peshkut të detit. Një krenaria e Shqipërisë që jo vetëm për Shqipërinë, por le të themi që ne çojmë produktin e detit edhe në përbot. E vërtet. Atëherë, ndërkohë që ti do të Do të fillojmë me pastrimin e filetos tonit, më pas do të bëjmë edhe marinimin. Në rregull. Për proceset e para nuk do... Jo, nuk është se kemi, është thjesht prerje pastrim e tonit, do ta ndjekim hap pas hapi këtë. Në rregull. E ndërkohë që ti fillon, unë mendoj që është momenti të bëjmë prezantimin e të ftuarës për ditën e sotme, siç ju tashmë e dini. Është traditë që në rubrikën e gastronomisë kemi gjithmonë një të ftuar special. Edhe sot nuk do të mungonte një e tillë. Bëhet fjalë për një personalitet në media. Ish gazetare në radio televizionin shqiptar, por jo vetëm. Tani më është edhe pedagoge në Fakultetin e Gazetarisë. Ftojmë këtu në studion e gastronomisë Raimonda Nelkun. Mirë se vjen e dashur. Mirë se u njeh. Si je? Si ka nisur ky vit për juve? Mirë. Kemi në studio. Mund të reagojnë. Faleminderit. Si ju ka gjetur ky vit I ri një herë? Po, ka dalë Zoti mirë. Më bëhet qefi. Çdo gjë ka shkuar, ka nisur siç e prisnit apo? Po, pa me të njëjtën rutinë, pa ndonjë kështu befasi të rrallë. Në rregull. Ne tashmë jemi në studion e gastronomisë duke përgatitur recetën për ditën e sotme. Nuk e di t'ju pyes si ka përgatitur shefi. Po përgatit? Sot kemi tartar toni, me fileton e tonit. Besoj se me gjërat e peshkut janë të preferuarat e tua. Po. Ndoshta tamam jo toni, po ose toni crudo që po shoh aty. Po të tjera produkte, po gjithsesi jam shumë kurioze të do ta ndjekim bashkë hap pas hapi edhe se si përgatitet, mund ta konsumojmë në shtëpi. Tartari ka të bëjë me pjesën e salcës?
Jo, në këtë rast, tartar është pjesa e kubikëve të prerë dhe konsumimi crudo i peshkut, por i marinuar në atë salsën e vetë që do t'jetë me vajin, kripën, limonin, edhe agrumet e tjera që kemi zgjedhur. Bukur. Ndërkohë, me që se jemi në ambientin e kuzhinës, se nuk mund ta humbistim pyetjen, si është marrëdhënia juaj me kuzhinën, me të gatuar? Tani, unë do të thoja që kuzhina është një art edhe një pasion më vete, pavarësisht se unë nuk jam një gatuese, le të themi, e përditshme, për shkak të impenjimeve, por në momentet që dhe ka dhe një gjë që kur bëhet rutinë, pastaj kuzhina bëhet çike lodhshme, kur nuk je gjithkohë në dispozicion të saj ose në shtëpi. Por në momentet që unë gatuaj me shumë dashuri, konsultoj libra ose YouTube-in për recetat që dua, sepse dua që të jenë diçka e veçantë, domethënë edhe të kenë atë theksin tim. Ka një recet që e qani? Përgjithsisht, po e zura me dorë, e qaj në mënyrën time. Nuk di të them, sepse duhet pyesim ato që shijojnë ushqimet e mia. Feedback-un përgjithësi si ka qenë? Feedback-u sigurisht shumë i mirë. Po e zuri me dorë monda e qanë. Ndërkohë që shef Redoni gatuan, mund të bëni çfarëdo lloj pyetje nëse nuk kuptoni lidhjen. Po jo, unë kam Atë doja të qëndërpresja dhe t'ju tregoja procesin e marinimin që do të rrjedhë për disa minuta në tasin e marinimit ku do ta përgatisim. Na duhet të shtojmë kripën, vajin e ullirit, piper, patjetër. E ndërkohë, çfarë tjetër do të shtohet? Pak tabasco, 2 pika. Për ata që nuk e duan tabascon ose pikante, mund ta në tonë shkon shumë. Po ka zakonisht që janë mësuar ta kemi në këto ushqimet meksikane, pikante. Po ka persona që kanë probleme me stomakun. Sa trosh do mësosh. Receta të tillë unë personalisht nuk para kam gatuar. Keni gatuar? Jo, ton crudo jo, nuk kam gatuar. Por e kam provuar këtë shije, nuk e di se çfarë do të na sjelli shefi sot, po e kam provuar te Rozafa, siç tha dhe shefi më përpara. Ju keni studiuar për aktrim? Po, kam studiuar për aktrim në fund viteve 90. Dhe më pas, karriera juaj mori një tjetër. Po, ishin vitet 90 në fakt, edhe ishte shumë e vështirë që të ndiqje një ëndër që unë e kisha, që isha aktore, edhe nuk pata fatin që të deputoja shumë në skenë, sepse erdhën këto ndryshimet edhe le të themi çdo gjë u kthye kokë poshtë. Ishte shumë e vështirë që të mendoje për artë në ato vite. Unë u gjenda në Gjermani, në fillim viteve 90, dhe një nga pyetjet, atëherë i mbiri ishte i vogël, 1 vjeç, përgjegjësia ishte shumë e madhe, sepse ne kishim thurur planet tjera për jetën, ndërkohë që rrjedha social shoqërore mori një drejtim krejt tjetër. Ishte një përmbysje shumë e madhe. Në Gjermani më lindi pyetja që pse ne nuk jemi si këta, sepse çdo gjë ishte ndryshe. E sigurisht, kur erdha këtu gjëja parë që mu dha rasti, bëheshin ato njoftime në televizion për gazetare, unë thash do ta provoj. Do ta provoj sepse kisha pyetje për të bërë. Ashtu si kundër një gazetar duhet ketë. Edhe kështu nisi. Po, për t'i qëndruar pak pjesës të pyetjeve, a morën përgjigje shumë prej pyetjeve që patët sidomos? Në fakt, to nuk ishin pyetje për përgjigje, ishin më shumë pyetje për të qenë edhe ti pjesëtare në atë ndryshim apo revolucion të madh shoqëror demokratik që po ndodhte ato vite. Pak vite më vonë keni bërë dhe një seri dokumentarësh? Shumë vite më vonë, sepse 10 vjeçari i parë ishte ballafaqimi me terrenin, me televizionin. Unë isha gazetare e kronikës në televizionin shqiptar, ku jemi dhe sot.
edhe nuk ishte e lehtë, ishin vite shumë të vështira, mos haro, ishin përmbysjet e mdhaja demokratike, zhvillimet që erdhën, ishin vitet 97 dhe le të themi çdo gjë kishte një intensitet edhe një dinamik tjetër. Në vërtet. Por mbas viteve 99, në vitet 2000, unë u zgjodha që të zhvilloja bashkë me kolegun tim Sajmir Pumbaro një cikël dokumentarësh që u quajtën Heronjtë e Shqipërisë dhe kishin për synim të sillnin njerëzit e thjeshtë në ekran. Mbas asaj tronditje të madhe të 97-s, sigurisht ekrani kishte nevojë jo vetëm për Kronikën e Zezë edhe për ngjarjet e tronditse, po edhe për njerëz që punonin, njerëz të thjeshtë që e donin vendin e vet edhe Kishte ndër ta njerëz të përkushtuar ndaj gatimit, kuzhinjer. Në fakt, në ato dokumentar, sigurisht ne u nisëm për të marrë njerëz që bënin ndryshimin, por kur ti lëviz në për rajone të ndryshme të Shqipërisë, e ke të pamundur ta ndash historinë tënde nga konteksti. Dhe sigurisht ne donim të motivonim që këta njerëz kishin rrënjë, kishin themele, kishin arsye për të bërë diçka të mirë. Dhe një nga këto arsye është kultura e kuzhinës. Dhe sigurisht kuzhina ka qenë pjesë, apo gatimet kanë qenë pjesë e rëndësishme edhe e këtyre dokumentarëve. Le të jepim pak një sy edhe procesit të gatimit recetës për sot. Shef Redoni, Në Antonet shtuam tonin, kripën, bë marinimin, siç e thamë edhe çfarë. Shtuam kaperin më pas, unë preva edhe pjesën e avokados për t'i nxjerrë edhe lëvorin që do ta përdorim në formën e pjatës ku do të qëndrojë edhe tartari i tonit. Na duhet të rri për disa minuta, të themi 2-3 minuta që ajo të marrë edhe marinimin komplet. I kam shtuar pak lëkur portokalli, një thel portokall të shtrydhur, një thel limon të shtrydhur. Në rregull. Kjo recetë besoj do të shoqërohet shumë mirë me një gotë verë. Gotë verë të bardhë nga Kantina Shehi, patjetër që është pjesë e kuzhinës së emisionit ton. Një nga kantinat shqiptare me më shumë vlera dhe me teknologji shumë të lartë, gjë e cila bën që verat shkojnë shumë mirë jo vetëm me gatime të peshkut ose të mishit specifikisht, por që mund ta përshtasim edhe me ëmbëlsira, por të themi me çdo lloj gatimi që mund të kemi në tavolinë. Unë e përdor shumë edhe për gatimet e mia. Cilësia e Shua në verë. Patjetër, cilësia edhe marinimi që bëj. Përdoret? Në këtë rast jo, nuk do përdorin verën në kështu, por shoqëruese. Shoqëruese e tonit mund të jetë edhe vera e kuqe edhe vera e bardhë, por unë mendoj se sot do ta bëjmë prezantimin me një gotë verë të bardhë. Në rregull. Ndërkohë kjo është një recetë në fakt shumë e thjeshtë. Për të realizuar, besoj në qoftë se dëshironi të nxitoni, mund të realizoni edhe për 10 minuta. Mjafton vetëm të përzini, të miksoni përbërësit. Dhe ta lini për një 5 minutë që ajo të marri marinimin komplet fileto e peshkut. Për të konsumuar një recetë të tillë, besoj sugjerohet për vaktin e drekës ose po, patjetër që në vaktin e drekës. Ndoshta jemi pak herët, por është sugjerimi i ditës. Sepse normalisht ky është orari që shumë persona edhe mendojnë se çfarë do të gatojnë, po për drekë. Është një nga pyetjet që bëhet më së shumti nga anvisat ose nga çdo person tjetër që kujdeset për vaktet. Disa anvisa mendojnë që në darkë, në vërtet janë konsumuar gjatë ditës edhe fillojnë mendojnë herët se çfarë do të bëjnë për nesër. Sa e rëndësishme është pjesa e ushqimit për ju? Është shumë e rëndësishme, sepse unë i përkas familjeve tradicionale që kanë gatuar edhe gatimi për mua është shumë e rëndësishëm. Nuk është asnjëherë sado munges kohë të keni, nuk është asnjëherë në plan të tretë ose jo, është problematik bile, si do ta rikuperoj atë kohën që nuk kam në mënyrë që të ham shëndetshëm edhe të ham mirë. Në fakt, kujtoj këtu një vizitë time në Amerikë dhe atëherë patëm rastin të bënim një vizitë te një
doktor. Edhe kur na vizitoi, tha, vazhdoni ushqeuni kështu siç jeni ushqyer. Ai e çmonte shumë gjendjen e kockave që kishim ne dhe këtë situatë shumë të mirë ja atribonte ushqimit shëndetshëm që kishim konsumuar. Në vërtet, ne kemi një gjë shumë të mirë që nuk fokusohemi tek ushqimet e shpejta, të paktën në kulturë, të paktën një vakt Jo dhe aq, me të drejtën studentëve i them sa herë, hiqni dorë nga fast food, i byrekët e shpejt, sepse ndonjëherë do një vakt që nuk kanë kohë për shembull mëngjesin, edhe mund ta bëjnë kështu, po një vakt që ditës jeni çik më vonë do ta kuptoni. Unë personalisht të jem e sinqert jo. Jam shumë e kujdesshme në pjesën e ushqimit, por e vërtet është kjo që pëlqen fast foodin, burgerat ose sufllaqet e famshme, por gjithmonë për një vakt ose jo për gjatë çdo vakti. Nuk e bëjnë këtë gabim të madh. Tani pasi shërbyem verën, do të realizohet edhe një degustim dhe më pas do të kemi... japësh edhe atë mendimin tënd çfarë sugjerimin e... Unë nuk jam eksperte shumë e mirë, le të themi, sepse nuk hyte ato pjetaret, por ka një gjë që atë që është e mirë e realizoj më herë. Nga ajo që nuk është e mirë. E kam kështu si të brëndshme. Patjetër, dallohet shpejt. Ta provoj. Unë do të bëj një pyetje. Kush është ai gatimi që ti e bën me shumë dashuri, e gatuan dhe të gjithë familjarët ta kërkojnë gjithmonë? Që nga shumë e dashur. Të bëft mirë. Faleminderit. Është e vështirë në fakt të përgjigjesh kësaj pyetje, sepse duhen pyetur familjarët. Edhe familjarët e mi janë ushqim dashës, kështu që e kam të vështirë të them që ky ose ajo. Sepse ushqimi është si një vepër arti, është një proces. Ti do mendosh, do kërkosh. Unë jam nga ato që kërkoj edhe në libër, edhe në YouTube, për atë recetën që do bëj, jo për të bërë një ushqim të sofistikuar, më shumë se sa për të qenë në kohë edhe për të qenë mirë me atë përputhjen e ingredientëve që duhet kenë gjërat. Po edhe për të lidhur një çik tradicionalen me bashkëkohoren, për të parë se çka ka ndryshuar ose si ka avancuar diçka në krahasim me... Edhe për të njohur me forma të reja të gatimit të recetave, ose receta të reja, përbërës të tjerë të shtuar. Ajo që unë përpiqem të bëj është që të shmang ato yndyrnat e tepërta, edhe të bëj gjëra sa më të shëndetshme. E vërtet, kjo është një nga gjërat që përpiqemi të gjithë të jemi të kujdesshëm, sepse të paktën të mos marrim kalori të shtuara nga yndyra, se nuk po ja kursejmë vetes recetat që duam, po të paktën të jemi të kujdesshëm me sasinë e yndyrës dhe kripës, njëkohësisht dhe sheqerit. Patjetër. Që po ashtu janë të dëmshme. Do të shtosh speca të kuq. Do të shtojmë pak specë të kuq, Antonet. Në fakt, speca kuq, me që themi tek vlerat e ushqimit, ka shumë vitamin C. Speci kuq është jashtëzakonshëm. Unë zakonisht specialiteti im është speci pjekur, i bërmë në hudhër, edhe në uthull, edhe në vaj ulliri. E pëlqej jashtëzakonisht. Me qishëm? Speci e të mos apo e pjek në... Jo, e pjek në furr. Ndërkohë, shefi ka shtuar tek pjesa tjetër e tartarit. Po bëj edhe hajvarin ndonjëherë me specin e kuq. E bën? Edhe më pëlqen shumë. Edhe mua më pëlqen, është shumë i shijshëm, pavarësisht se Shqipëria jo të gjithë e njohin, më shumë pjesa e Kosovës që e konsumon e kanë përditshmërinë. Edhe Maqedonia, Malizi. Bile herë më shkonte mendja të kisha një parcel, ta mbillja me speca edhe të prodhoja në sasi të vogla hajvar. Aq shumë është. Po edhe speci është edhe i bukur kështu kur e shikon. E vërtet. Mua më pëlqen shumë ta shtoj edhe në sallata shumë specin të freskët. E ndërkohë, ju përmendëm që jeni pedagoge tashmë. Unë kam një pritshmëri që jeni pedagoge shumë e dashur, shumë e qetë.
Por tua bëj si pyetje. Vin sado e rreth ose ju kanë frikë apo jeni nga të pedagoge që vetëm respekt dhe dashuri keni nga studentët? Në fakt, lënda e televizionit është një lëndë e dashur, e kërkuar për vetë faktin që jo studentët. Dhe fillimisht, pritshmëritë e tyre janë shumë të larta. Të gjithë duan të bëhen moderator, të bëhen të famshëm, dhe pak nga ato kanë atë perceptimin që televizioni përpos këtij shkëlqimit që ka dhe kësaj fasadës që të bën të famshëm, ka dhe një pjesë shumë të rëndësishme që është terreni dhe që është gjithë backstage-i, çfarë ndodh mbrapa ekranit. Këtu pastaj fillon një kontradikt. Fillimisht më perceptojnë si një zysh kështu liberale edhe, po pastaj fillon ai shqetësimi, sepse u duhet që të dalin në terren, u duhet që të përballen me njerëz, të marrin informacione, të bëjnë kërkime, dhe kjo është një gjë shumë e vështirë, sepse ato janë hapat e parë, edhe nuk i njeh askush. E kanë shumë të vështirë, e kanë të vështirë gazetarët sot për shkak të problematikave që ka media. Gazetarët me eksperiencë kanë të vështirë për të siguruar burimet e veta kur dalin në terren, por jo më studentët. Kështu që le të themi pasioni, dëshira është e madhe, po pastaj fillon edhe ndërthuret me një shqetësim, me vuajtje, Pra janë të rrallë janë ndjenja mikse, le të them. Janë të rrallë studentët që duan atë gazetarin e vërtet, atë gazetarin ndoshta disa herë investigative. Po, ato të gjithë janë drejt moderimit edhe sepse kështu ballafaqohen fillimisht me për pjesën e marinimit, kjo ka arritur atë pjesën e duhur që është marinuar, po e lam shumë akoma do të filloj që edhe do t'i prishet edhe shija. Bëjmë edhe pjesën e montimit të pjatës. Në rregull. Unë pa humbur kohë Antonet, me që edhe të ndërpreva, doja të bëja një falënderim edhe për supermarketin in Italia. Supermarketi që është mbështetësi shumë restoranteve në Shqipëri, produkte cilësore që vinë direkt nga Italia. Po ashtu kantina Shehi në Fark, siç e thamë edhe që një nga kantinat më të mira shqiptare që ka futur cilësinë e verave në Shqipëri, por edhe teknologjinë më të mirë që mund të jetë sot për sot. Po ashtu pa humbur kohë dua të falenderoj edhe Depo Magazin, që ka asortimentet më të mira të produkteve të gatimit, enëve të kuzhinës, një nga enët më cilësore, një nga gama më e gjerë, domethënë e enëve të kuzhinës, tigan që nuk ngjisin, pjata gurale, pjata dekorative, jo vetëm për restorante, por edhe në shtëpi tona. E njoh edhe vërtet janë gjëra fantastike ato facilitetet e Depos. Ndërkohë, shefi po përfundon me recetën, po realizon tani edhe pjesën e dekorit të pjatës. Pjesën e dekorit. Ndërkohë, të rikthehemi për pak tek përgjigja juaj. Momenti i parë që ato shohin dhe janë krejt fare të rinj, nuk din se çfarë është gazetaria, shohin një moderatore simpatike që fiton popularitet, edhe kjo është ajo që i afron. Por sigurisht që është edhe një çik herët që ato të ingranohen ato problematikat e publikut, le të themi. Por gjithsesi, kur vinë në një moshë më të maturuar, kur vinë në master, e kuptojnë që e dinë se çfarë duan, janë më të maturuar edhe e vlerësojnë më shumë. Edhe këtë formë të gazetarisë. Këtë formë tjetër të gazetarisë. E vlerësojnë edhe e njohin më vlerën e saj. Patjetër. Shefi ka bërë mbushjen e lëvores së avokados, që si shta pak më parë e përdori që e avokados, e tonit dhe avokados, dhe përbërësve të tjerë. Kjo ka marrë formën e një avokado të pa prerë. Të të ndihmoj me...
Do të realizoni degustimin edhe do të na jepni edhe përshtypjet tuaja sa më të sinqerta për recetën edhe mënyrën se si e ka sjellë shefi. Kombinimin e ngjyrave njëherë e ka shumë të interesante. Mua më pëlqen piktura edhe pikturoj hera herës kur kam kohë. Edhe arredimi i pjatës më pëlqen shumë më shumë nga i herë se sa gatimi, edhe ai është një art më vete. Dhe është pjesa ndoshta që do më shumë përqendrim. Po, dhe do një shkëputje njëherë që pastaj të përqendrohesh tek ajo se si do ta kompozosh pjatën. Dhe e bukur është se duhet të jenë të gjithë element që shkojnë me recetën. Kjo është mjeshtria edhe e shefit. Apo jo, shef, tek pjesa e... Duhet të kesh kuzhina e shartë, Antonet. Janë dy lloje kuzhinash. Por edhe ajo e shtëpisë, prapë të themi, është artë se duhet mendosh, veprosh, të ekzekutosh pjesën e produkteve. Në rastin tim jam i fokusuar gjatë gjithë kohës që mos t'i humbas shijen, t'i ruaj originalitetin, por ashtu edhe dekori t'jetë sa më i mirë. Unë kam një pyetje. Kur vjen puna tek harmonizimi apo tek bashkimi i ingredientëve, është kjo një proces intuitiv që ndodh apo është një proces që zhvillohet mi bazë të parimeve të caktuara që ju i mësoni apo i praktikoni më përpara? Atëherë, në bazë të eksperiencës, themi që duke njohur secilin produkt më vete, ti harmonizon në mendje shijen e të gjitha produkteve së bashku. Dhe ky është ai kombinimi. Pra duhet kesh një shije të sofistikuar edhe të zhvilluar në drejtim të ushqimit. Shisat, po. Patjetër që edhe mund të gabosh, por është shumë e rrallë. Duke njohur ingredientët, është shumë e rrallë të gabosh. Por edhe po gabove, më thon ka gabimet talentin për të kuptuar shijet edhe për ti. Unë kam gatuar shumë i vogël edhe që shumë i vogël ma kanë pëlqyer ato që bëja, ka qenë paluzja, kanë qenë veza e skuqur, flasim mosh pa filluar edhe shkollën. Kështu pastaj filloi të ndihmoja familjarët në shtëpi. Më pas, kur kam mbaruar klasën e 9, kam filluar direkt shkollën e kuzhinës dhe jo vetëm aq. E ndërkohë, nuk duhet të harrojmë që kemi degustimin për të realizuar, se si shtam është një recetë shumë interesante dhe delikate, po. E ndërkohë që bën pjesën e degustimit, Raimonda, mund bësh edhe pyetjen tënde të famshme, shef Redoni? Një shije ndryshe që unë nuk e kam provuar më para. Edhe shumë interesante. Kemi një pyetje që e bëjmë çdo të ftuari në studio. Nëse gjithë karriera jote do të vinte në një pjatë me një lloj gatimi, cili do të ishte ai gatim që karakterizon karrierën tënde? Pyetje me spec. Po, me spec djegës. Çokolata. Ja, sa bukur, çokoladë e zezë, e bardhë, me qumë. E zezë. E zezë. E me disa lejthi frutasata, apo? Çokolata nga ato masivet. Ai shumë ëmbëlsi ka? Jo, kur është e zezë e errët nuk ka shumë ëmbëlsi. Është e shëndetshme edhe. Sidomos me një gotë verë, e disa mirë sa shumë shkollë. Po është mikse, e përzier. Të falenderoj, Raimonda, për prezencën tënde në studion e gastronomisë, ishte një kënaqësi. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit, ishte kënaqësi. Realisht kishim në studio bisedë shumë e këndshme. Faleminderit edhe ty, Antoneta, që na u bashkove. Mund të marrësh edhe një kangëllër dhe pak edhe një pjatë edhe të konsumoshe edhe në studio. Sa po t'i kaloj linjën Ivës. Në rregull? Do të qëndrojmë ne bashkë akoma, ndërkohë linja për Ivën.